Kryetari i Këshillit të Qarkut Fier, Artur Shehu, thiri mbledhjen e radhës në ambientet e Hotel Fierit. Në fjalën e tij, Shehu ritheksoi edhe një herë vlerën e vendimeve të marra për kërkesë paditje ngritura nga Vangjel Ndreko për shpalljen e pavlefshme të mbledhjes së datës 16 shtator të vitit 2011 dhe pavlefshmërinë e vendimeve të miratuara në këtë mbledhje. Ndaj mbledhjes së datës 16 nëntor, kandidati i Partisë Socialiste, zoti Vangjel Ndreka, ka paditur mbledhjen tonë dhe mua në gjykatën e faktit në Fier dhe për pavlefshmërinë të mbledhjes. Gjykata e faktit në Fier ka rrëzuar kërkesën për pezullimin e akteve administrative të kryetarit i Qarkut Artur Shehu. Po kështu, Gjykata e Apelit në Vlorë ka rrëzuar padinë e zotit Vangjel Ndreka ndaj kryetarit të Këshillit të Qarkut Artur Shehu me vendim të formës së prerë për pezullim të akteve administrative. Njëkohësisht, në gjykatën e faktit në Fier ka vendosur rrëzimin e palës paditëse Vangjel Ndreka ndaj palës paditur prefekti i Qarkut Fier, konstatim absolutisht i pavlefshëm i aktit administrativ dhe ftesë për mbledhjen e datës 16. Pra, siç e shihni, sepse gjykimi i pavlefshmërisë është tashmë në gjykatën e faktit në Fier, të gjitha aludimet për një mbledhje të paligjshme deri në këtë moment nga gjykata e Apelit në Vlorë për të dyja kërkesat kanë rënë. Me kohurumin e nevojshëm prej 49 këshilltarëve të listës emërore të mandatuar të Këshillit të Qarkut Fier, bazuar dhe në shkresën numër 281 të datës 16 prill 2012, dërguar prefekturës së Fierit dhe nën prefekturës së Lushnjës dhe konfirmuar me shkresat e emëruara kthim përgjigje të datës 19 të po këtij muaji nga prefektura e Fierit me shkresë numër 194 fraksion 1 të datës 20 prill 2012, zoti Shehu miratoi projekt vendimet e përcaktuara në rendin e ditës. Sipas kreut në detyrë të Këshillit të Qarkut Fier, në këtë mbledhje nuk marrin pjesë 5 këshilltarë të pezulluar nga gjykata e Apelit në Vlorë, nga të cilët 3 janë të njësive vendore të rrethit Fier dhe 2 të Lushnjës. Pas pezullimit të 5 antarëve të Këshillit të Qarkut, 3 të Këshillit të Qarkut, antarë të mazhorancës së Fierit dhe 2 të Divjakës, ne kvorumin e kemi 49 dhe jemi në pritje të një antar i qark, kryetarit të Mallakasër, zotit Kaplane, i cili po vjen. Paraprakisht, duke marrë shkas nga situata e krijuar në Këshillin e Qarkut Fier dhe në lidhje me zhvillimin e mbledhjes së radhës të Këshillit të Qarkut Fier në datë 24, brenda kësaj date kërkojmë nga ana juaj konfirmimin e të gjithë antarëve të Këshillit të Qarkut Fier të zgjedhur nga këshillat komunale dhe bashkiak përkatës. Kemi marrë përgjigjet nga prefekti i Qarkut Fier, rezulton që 3 antarë të mazhorancës, të cilët janë në gjykimin e Apelit të pezulluar në Vlorë, nuk mund të votojnë. Në përfundim të kësaj mbledhje, këshilltarët e pranishëm përfaqësues të koalicionit Aleanca për Qytetarin miratuan në rendin e ditës duke i dhënë hapësira zbatimit të projekteve në shërbim të komunitetit.